sot, nga vitet 90, sot, 34 vite pas, unë besoj që ne kemi arritur të jemi pak më europian, apo jo? Ka pakajtësuri të pakontestueshme, si në aspektin e zhvillimeve ekonomike, ato infrastrukturore, në funksionimin institucional në të gjitha nivelet, si nivel qendror, ashtu dhe në nivel lokal. Por nga ana tjetër, ke barriera të forta ende, që prap ku shkojnë? Shkojnë ke politika, ke vendimarrja, ke politikbërja, ke nivelin e korrupsionit, që ty të është bërë një barrierë jashtëzakonshme, ke nivelin e krizës ekonomike, që prek gjërësish mjaft familje shqiptare. Këtu ke një ndarje urbane versus rurale që ka diferencat e veta, ose Tirana versus qyteteve që janë të vogla, thella, larg në distancë, si Verin dhe Njug. Por janë një seri faktorësh që ndikojnë. Ke edhe një qasje të brezit të ri që po do të largohet, sepse këtu nuk gjen terrenin për të ngritur jetën e vet. Largimi është fenomen i gjithë dhe jo vetëm joni.